Pas propozimit të qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit, kryeministri Kristian Mickoski nuk e di se kush do të jetë pasardhësi Lupço Kocevskit në rast të largimit të tij nga ky post pas përfundimit të të gjitha procedurave. Kryeprokurori i ri shprehet kryeministri do të zgjidhet nëpërmjet thirrjes publike. Ne smo ni razmišljali. Nuk e di, as nuk e kemi menduar. Kjo do të bëhet përmes thirrjes publike, secili që i plotson kushtet në pajtim me ligjin dhe në pajtim me thirrjen publike mund të paraqitet, kështu që deputetët janë ata që vendosin se cila është zgjidhja më e mirë, sepse në fund të ditës ata e zgjedhin. Ndërsa presidentja Gordana Siljanovska Davkova e përshkruan figurën që duhet të vendoset në krye të sistemit më të lartë të prokurorisë. Një luftëtar i pa kompromist për respektimin e ligjit, një luftëtar i betuar për sundimin e ligjit, dikush që do t'i rezistojë ndikimeve partijake dhe politike dhe do të përfaqësoj kurorën e të gjithë sistemit prokurorial është profili një personi. Zëvendës kryeministri Arben Fetai thotë se tani topi është tek kuvendi, i cili duhet të vendosë sipas afateve kohore. Vlerësojmë se në bazë të vendimit të qeverisë, asi që keni parë, kryeprokurori ka shkelur integritetin e institucionit, besueshmërinë e institucionit, duke rrjedhur informata nga lëndë gjyqësore, duke diskredituar institucionin me mosveprimin e tij dhe tani pas përfundimit të procesit zgjedhor, sepse kjo ishte një procedurë e nisur paraprakisht, kemi rifilluar procedurën në qeveri dhe tani topi është në duart e parlamentit. Kryetari i LSDM Zëvenko Filipçi ka bërë të qartë se deputetët e kësaj partie nuk do ta votojnë shkarkimin e Kocevskit për shkak se, siç tha, bëhet fjalë për presion partijak. Gjithçka që ndërmerret në gjyqësor dhe nuk është reformë e vërtet, nuk na çon askund, nuk dua që kjo të kuptohet sikur unë bëj avokatin e ndonjërit, aq më pak të prokurorit publik, për të cilin personalisht as nuk e njoh, por vlerësoj se ajo që don të thot presion, të vendosin persona partijak, don të thot ngatërres edhe më e madhe në sistemin e drejtësisë. Një ditë më parë, qeveria miratoi propozimin për shkarkimin e Lupço Kocevskit nga pozicioni i prokurorit publik, duke vazhduar kështu procedurën e cila për shkak të kufizimeve ligjore u ndërprer përkohësisht gjatë periudhës zgjedhore. Kryeprokurori Lupço Kocevski ka deklaruar se njoftimi për shkarkimin e tij është vendim politik i qeverisë. Më 29 korrik, deputetët me 71 vota pro votuan për interpelancën e prokurorit publik të shtetit të iniciuar nga Partia Levica.